Dashur simpatizant, mbështetës dhe antar, jam realisht shumë i lumtur që në 15 minutat e ardhshme më duhet të prezantoj shtetin social. Është e sigurt që nuk do t'i themi dot të gjitha, por ne sapo e kemi nisur fushatën dhe natyrisht gjatë fushatës do kemi mundësi jo vetëm duke shkuar derë më derë dhe treg në treg, po edhe përmes rrjeteve sociale i shpalosim me hollësi të gjitha propozimet tona. Shteti social, siç e dim, është një ndër arritjet më të mëdha të njerëzimit në shekullin e shkuar. Dhe natyrisht nuk kemi që shteti social ka një qasje të ngushtë që si thua është thjesht luftë ndaj varfërisë dhe mbështetjes së njerëzve në nevojë. Për ne, shteti social shkon përtej kësaj, shkon në të drejtat, në liritë civile dhe politike. Për fatin ton keq, shteti social në Shqipëri është tërësisht i pamjaftueshëm për të plotësuar nevojat e gjithë njerëzve që janë dhe për të patur një jetë të dinjitetshme dhe me perspektivë. Më lejoni të bëj një sqarim, si thua, metodik. Do kem 7 çështje për të prezantuar në vijim. Unë do ndalem merësisht shkurt në problematikat, koha është e pamundur, dhe po aq do mundohem që të flasim tepër për propozimet, por që gjithsesi edhe ato do të jepen në mënyrë shumë telegrafike dhe natyrisht ju ftoj që të diskutojmë më vonë dhe të lexoni programin e plot dhe të presim edhe sugjerimet dhe kritikat, se sërish mund të përmirësojmë, gjërat nuk janë të shkruara në burr. Hajde të lutem tek pensionet. Nëse do ju pyesja çfarë mendoni për pensionet, me siguri të gjithë do përgjigjeshit që një shumicë e madhe njerëzish në Shqipëri marrin pensione jashtëzakonisht të ulta. Dhe sipas përllogaritjeve janë 520.000 pensionistë afërsisht që marrin pensione në nivelin e minimumit jetik. Edhe në dytë, që është dhe kjo statistikë për gjendjen, tregon që për shembull në vitin 1990 punonin 4.5 punëtorë që paguanin kontributet për çdo pensionist. Sot kemi mbritur në 1.17 kontribues për një pensionist, që t'jeni sinqert nuk kam kontrolluar, por me gjas ne duhet jemi vendi i fundit në botë për këtë parametër. Çfarë propozojmë ne? Natyrisht luftë e informalitetit në punë, dhe ne synojmë që më falë se pash atje, po të minimumi jetik. Natyrisht betejja jonë ka qenë e fortë për minimumin jetik, si shumë për jush mund ta dim. Ne para 2 viteve kemi dalë në terren dhe kemi mbledhur 21.000 nënshkrime nga qytetarët e Shqipërisë dhe kemi depozituar një projekt ligj në Kuvendin e Shqipërisë në 30 mars vitit 2023 dhe ka 2 vite që qeveria Rama nuk e shqyrton atë ligj. Ne do ushtrojmë fort gjithë ndikimin tonë që në Shqipëri miratohet minimumi jetik. E dyta është paga minimale. Ne propozojmë që paga minimale në kushtet aktuale që në Shqipëria duhet jetë 600.000 lekë të vjetra. Ne do luftojmë fort informalitetin në punë, fillimisht synohet për gjysmimi informalitetin në punë, dhe nëse kjo arrihet si objektiv, do të sillte të ardhura shtesë në buxhetin e shtetit gati 532 milionë euro në çdo vit. Nëse do kishte edhe më tepër sukses, të ardhurat shtesë, pra si thua informaliteti zero, do të shkonin gati në 1 miliard euro. Ne propozojmë që për pagat shumë të larta të ketë një shtesë të kontributeve për sigurimet shoqërore, për punëmarrësin 2% dhe për punëdhënësin 3.5%. Gjithashtu, ne duam të ndryshojmë kufirin e viteve të kontributeve nga 15 vite që është sot për të përfituar pensionin minimal, ndjes pensionin si thua e pjesshëm, ne do ta çojmë këtë në 10 vite. Po ashtu mosha e përfitimit pensionit social nga 70 vjeç që është sot, ne propozojmë që të jetë
65 vjeç për gratë dhe 67 vjeç për burrat. Rritja e përvitshme e pensioneve nuk do të ndjek thjesht logjikën e pamjaftueshme të rritjes çmimeve dhe të inflacionit, por do të marrë parasysh edhe parametra të tjerë siç është rritja e pagës mesatare në vend dhe tek minatorët që ne jemi krenar që i kemi mbështetur gjatë gjithë këtyre viteve për të miratuar statusin e minatorit. Propozojmë gjithashtu një skemë veçantë për pensionin e tyre që është 135% e të fillojë nga paga minimale zyrtare, pastaj të ketë shtesë 1% për çdo vit pune nën tokë për ata që kanë mbi 11 vite. E shikoj që jam te 5 minutë vetëm tek pensionet, vjen shumë keq gjithë këto masat e tjera të pensioneve duhet i kalojmë tek kujdesi social. Siç e dim, Shqipëria mbetet një prej vendeve më të varfra të Evropës. Varfëria është e shtrirë dhe e thellë dhe kudo, dhe një pjesë e njerëzve janë të privuar nga mundësitë ekonomike dhe gëzimi drejtave civile dhe politike. Për minimumin jetik fola është një masë që natyrisht prek të gjithë ata që marrin ndihmën ekonomike dhe invalidët. Ne do të kemi politika nxitëse të punësimit, jo vetëm për ata njerëz që janë kërkim të punës, por edhe për një pjesë të konsiderueshme të personave me të aftësi të kufizuara. Ne do të çojmë në fuqi të plotë atë që quhet Fondi Social i Punësimit, i cili sot nuk është në funksionim. Ne do të mbështesim investime në infrastrukturën fizike për për persona që kanë nevojë për të lëvizur, pra për invalidët, përmes rampave, aksesit ndërtesa, transportit publik, semafora akustike, e kështu me radhë. Për fëmijët me aftësi të kufizuara do ketë një kujdes veçantë për qytetarët që vuajnë nga diabeti, që është një sëmundje që shkakton sëmundje tjera, më pas do të subvencionohen fishat dhe do të përmirësohet ndjeshëm kujdesi shëndetësor. Aldit lutem tek shëndetësia. Edhe për shëndetësinë, nëse do mendonim gjithë nga pak, do na shkonte në mendje që po të përfundonim në spitalet publike, do ishte, si thuaç, fatkeqësi përderisa se do i kishin xhepat bosh. Kjo është një dramë, por shëndetësia ka edhe shumë probleme të tjera. Nëse nuk ju jap një statistikë me shifra, në vitin 2024 ka shpenzuar për shëndetësinë rreth 3.4% në prodhimin brendshëm bruto, ndërkohë që në vendet e OECD-s kjo vlerë shkon, në vendet më të zhvilluara të OECD-s, kjo vlerë shkon gati në 9%. Dhe edhe nga e dytë, që lidhet me komentin e parë, është që sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, pagesat nga xhepi mbulojnë 60% të shpenzimeve shëndetësore qytetarëve shqiptar. 60%. Nëse do pyesni se sa është kjo përqindje në vendet e OECD-s, ajo është gati 20%. Natyrisht shëndeti është një drejtë themelore, Lëvizja Bashkë propozon që të arrisë ndjeshëm buxhetin për shëndetësinë deri në nivelin 6%. Dhe natyrisht duhet ketë deri balancim, jo vetëm se thuaç ndërtimi ndërtesave, por duhet ketë një buxhet të rritur për pajisje mjekësore. Të gjithë shikojmë kronika ndajme se si X pajisje, rezonance, dhe fjala kobalt, nuk funksionon dhe duhet shkosh me patjetër tek privati. Do të hetojmë të gjitha koncesionet e shëndetësisë dhe natyrisht të gjitha që do gjenden në shkelje të ligjit dhe të interesit publik duhet që të anulohen. Parandalimi sëmundjeve, një pjesë kanë bëjnë me masa që kanë bëjnë me mjedisin, si që është mbrojtja mjedisit, që mundotja ajrit vret, pra janë masa të ndërthorta, por ne do i kushtojmë një kujdes shumë të rëndësishëm parandalimit të sëmundjeve. Do të vendosim për shembull një taks që quhet taksa e sheqerit, që është 8 gram për 100 ml. Harrova të përmendja në fillim që gjitha këto propozimet tona në fakt nuk janë shpikje tona. Grupi punës ka punuar dhe ka përzgjedhur modele nga vendet më të përparuara, për shembull për arsimin nga Finlanda, për shëndetësinë nga Britania, e kështu me radhë nga Gjermania. Edhe ky propozim i konkret vjen nga Britania e
nga Britania e Madhe. Do të shtojë ndjeshëm numri i parnave cilësore dhe të rimbursueshme. Vim tani dhe një pikë që mund ketë ndjeshmëri në kuptimin edhe të njerëzve që mund të jenë drejt për drejt në sallë. Domethënë emigracioni i mjekëve dhe infermierëve është një dramë në sektorin e shëndetësisë në Shqipëri. Dhe natyrisht duhet që të shtohet më patjetër numri i mjekëve dhe infermierëve në spitalet tona. Nuk është e lehtë, natyrisht, duhen marrë masa të shpërblimit të drejtë për mjekët dhe punojësit e shëndetësisë, kështu më konkretisht ne propozojmë për shembull që paga bruto e një mjeku specialist jetë rreth 2.3 milion të vjetra në muaj, e mjekut i përgjithshëm rreth 1.7 milion dhe infermierit 1.1 milion në muaj. Nëse shteti zhvillimor të shkoj sipas planit më mirë, natyrisht edhe pagat e gjithë punojësve do të rritën. Këto gjëra thash nuk janë të fiksura njëre për gjithmonë. Politikat e shëndetit vendor do kenë një fokus veçantë në programin e lëvizjes bashkë. Hajde të lutem tek arsimi. Ne vim nga një pjesë e jona, student, pedagog, lëvizja për universitetin, organizata politike, vim nga arsimi dhe është një nga kauzat tona, si thua që i kemi kushtuar shumë energji. Do kthehemi tek propozimi, ose i qëndrojmë fort propozimit tonë që arsimi publik në gjitha nivelet duhet të jetë falas. Alde mos ik shumë shpejt lutem, se ka një dy statistika që i kanë nxjerrë Redi ka punuar për programin e arsimit. Nga viti 2000 deri më sot janë mbyllur 42% e shkollave në rang nëntëvjeçare në rang vendit. Gati gjysma. Dërsa vetëm dekadën e fundit janë mbyllur 295 shkolla, ose 22%. Dhe janë regjistruar 125.000 nxënës më pak. Dhe siç e dini se është e freskët, vjet ishte rezultati PISA dhe në mënyrë dramatike nga viti 2018 deri në vitin 2022 Shqipëria ka pësuar një rënje prej 69 pikësh, që është një rekord më vete nga 80 vendet e testuara. Ne vim tek propozimet, buxheti sot për arsimin është 2.9%, duhet shkojë paktën në 4%. Nuk e kanë 4% vendet më të zhvilluara të Bashkimit Evropian, por e kanë vendet e rajonit, por ne nuk bëjmë premtime të pa argumentuara. Duhet një reformë e thellë që nis nga baza me përfshirjen e gjithë komunitetit, prindër, mësues, ekspert për të vazhduar më tej. Natyrisht theksi jonë është tek mësuesit, pa patur mësues të përgatitur, të motivuar, e arti në arsimit ka për qenë e zyrë, dhe fatkeqësisht duhet ta pranojmë, duhet ta themi të vërtetën që vitet e fundit ka një bjerrje të cilësisë në formimin e mësuesve të rinj. Kjo duhet marrë fund. Ne duhet të japim një rëndësi shumë madhe diplomës mësuesit, do të krijojmë kushte të përshtatshme pune për ta dhe do ju rrisim pagat. Ne propozojmë një pagë katëvjeçare e ardhshëm, 1 milion të vjetra në muaj në dorë, neto pra. Vin disa probleme më konkrete, slajdi tjetër Aldi lutem. Kjo fotografia këtu është nga Astiri. Sipas statistikave jetojnë diku rreth 70-80.000 banorë dhe nuk kanë qerte, nuk kanë kopshte, nuk kanë shkolla. Tiranës i duhen 20 shkolla të reja. Ne propozojmë shkolla me orar zgjatur, po Redi tha që unë do flisje gjatë, por është e pamundur të artikuloj gjatë. Ideja është që mësimi duhet zgjati përtej orarit aktual me kurse, sport e kështu me radhë. Vim tek universiteti, përveç arsimit publik falas, ne duam vota studentore, është artikuluar shumë herët kjo të jetë 50% dhe të rritet roli i asamblesë së pedagogëve. Shkojmë tek strehimi. Në vitin 2023, ndërkohë që paga mesatare u rrit me 9.5%,
Çmimet e metrit katror rritën me 21% në Tiranë. Dhe po ashtu çmimet e qeras. Dhe përgjegjës për këtë janë jo vetëm këta dy burra këtu, por bashkëpunimi i tyre me oligarkinë e ndërtimit dhe të organizatave kriminale. Çfarë propozojmë ne për strehimin? Natyrisht kërkojmë një taksim progresiv të zotërimit të apartamenteve. Shtëpia e parë dhe e dytë do taksohen shumë pak dhe pastaj do ketë një rritje progresive gjithsesi të lehtë për apartamentin e 3, 4, 5, 6 derisa vjen dhe stabilizohet. Si dhe do të dekurajohen, si thua, qerat ose do taksohen më tepër qerat ditore. Kështu ideja është të stimulojmë sa më shumë apartamente të futen në treg që njerëzit kenë mundësi të përballojnë në strehimin që është një drejtë themelore. Do të fuqizojmë endin kombëtar të banesave, i cili sot është jashtëzakonisht i dobët. Do të rishikojmë çmimet e referencës gjithashtu dhe vim tek pjesa e fundit për strehimin, po eci pak më shpejt tani, po i biem qafë fushave të fundit, se kam kaluar kohën. Sot paguhet një taksë infrastrukturës me 3%, ne propozojmë të ndryshe në 5% për sipërfaqe të ndërtimit mbi 2000 metra. Mjedisi, mbrojtja e mjedisit është sot është e barazveshme me mirëqenien e njeriu dhe mbijetesën e shoqërisë njerëzore. Gjithë e dim që kemi vetëm një planet. Unë vetë jam përfshirë drejt për drejt si në mësimdhënie, si në këtë ekspertizë për mjedisin, por për qenë drejt me fushat e tjera, nuk do abuzoj me kohën këtu. Do fuqizojmë institucionet, pa institucionet të fuqishme, pra Agjencia Kombëtare e Mjedisit, Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura, Agjencia ose AMB e Menaxhimit Burimeve Ujore, shumë agjenci tjera nuk mund kemi mbrojtje të mjedisit. Do kërkojmë llogari për performancën mjedisore të kompanive kryesisht private që kanë impakt mjedisor, e shumë propozime të tjera që juftoj të lexoni programin. Për zonat e mbrojtura do ndryshojmë ligjin i cili u miratua vjetër të është tërësisht si thua në dëm të interesit publik. Menaxhimi i mbetjeve duhet të jetë një emergjencë kombëtare. Kjo foto vjen nga Vlora, vjet rastis aty ka 20 vjet që digjen mbeturina duke shkaktuar probleme të rënda serioze për shëndetin e njerëzve. Dhe natyrisht dy pikat fundit që thjesht po i përmend ekosistemet detare, deti është pak i njohur, i studiuar, ndryshe nga ekosistemet toksore, do ketë një vëmendje të veçantë në programin tonë, sikundër edhe ndryshimet klimatike, ndonë se Shqipëria nuk është, si thua, përgjegjëse për ndryshimet klimatike, është e pamundur që ne t'i shmangim këtyre, kështu që duhet që shoqëria të përgatitet për shtëngata, për thatësira të zgjatra, për rritje të temperaturave që kanë impakte në gjithë sektorët. Dhe kalojmë tek e fundit, që është sporti. Sporti sjell përfitime të jashtëzakonshme për shoqërinë, si në aspektin social ashtu edhe shëndetësor. Për fat keq të rinj gjithnjë po i largohen në sportin dhe jo për fat tyre, por për mungesë të infrastrukturës. Ne kemi 3 propozime kryesore të sportit: miratimi i ligjit të sponsorizimeve, është evidentuar nga grupi i punës, duke si thua trajtuar në mënyrë preferenciale bizneset tek tatimi, fitimi dhe do ulet deri në masën 30% për ata që në mënyrë transparente mbështesin sportin. Investimet në infrastrukturën sportive do jetë në vëmendje, siç e dim, kjo batërtia e ndërtimeve i ka zhdukur gjitha hapësirat sportive, tani ka vetëm hapësira private ku duhet të paguash. Dhe fundit është rjetëzimi i klasave sportive. Ky koncept ekziston dhe sot, por sipas ekspertëve ka dështuar tërësisht, nuk ka motiv stimulues financiar për trajnerët dhe nuk ka trajtim as për nxënësit e klasave me ushqim me bazë material. Hajde të lutem edhe fundit. Zgjedhja e 2023-shit, Arlindi kishte numri 1 në fletën e votimit dhe ne, nga gjithë opinioni publik, ishim surpriza për zgjedhjeve. Tani kemi numrin 2, duhet me i dhënë një interpretim simbolik. Unë e interpretoj si qarje në dysh, ne do e qajmë sistemin, ne jemi
sot këtu është media jonë. Media dhe tjera janë të oligarkë. Shume aktye në sistemi. Andaj në nështesi jo vetëm me votë, përhap një fjallën, idete programit, kontribute financiare, angazhoni si vullnetar, bëni gjithçka që mundet. Ereja Polin. Faleminderit.